Ja siguroj vetë kjo qëndrimin, edhe 3 ditë të tjera me atë gjën atje. Ja siguroj. Apo edhe unë e prapa atje. Sepse nuk thot që do që kuptoj të kutër të dhe gjëra që në kanë aftë shtëpia. Nuk e di se kam qenë të ebis. Si për? Po e tha pak a shumë. Që të bëjmë? Dhe të thënë prapë rezultati. Po ti vërtet i beson? Ajo që i qëndron të asaj prapë. Nuk si beson njëri edhe. Po s'ka, bur, tash është këtu, bur. Stoik akoma. Është mentaliteti ati djalit, o vlla. Ai është macho thot vlla, pse s'vjen kjo te unë. Përdor dhe këtë kartën e kësaj që nuk është e vërtetë, se unë e besoj shumë Brikin. Edhe kaq mbaroj. Për te gjithë historisë, unë besoj që ti nuk e pas as indikim të Brikit. Jam i sigurt se ke pas sy ku folën. Çfarë thua? Por nuk e kuptoj arsye pse. Se e ka dëmtu, ai djalë. Po ku, more, sa i s'ka fol kur. Po s'ke qenë këtu, s'ke qenë tu knu. O, më no, mirë. Uri ka thënë një gjë që s'është e vërtetë. Ore, atë besoj që ti s'ke fol. Se unë të njoft, për te gjitha gjëra të njoft shumë mirë. Ai djali ka fol diçka, e ka fol diçka që s'është e vërtetë. Dilema sepse. Se nuk ka fol diçka që s'është e vërtetë. Që të futej në Big Brother. Që të futej në Big Brother, se ndryshe nuk futesh. E pa i tha që kam gënjyrë për ty po e gjova unë, bisedën që bën. Edhe kjo si mëoj. Po se që do përnojë, që është mashtrues? Se Po ta pranon ai kishte shans me rekuperu, po edhe kaq s'di më bë. Mirë. Tani do flesh ti i pari, o do flesh unë i pari?